në nivelin që duhet. Lezhë ka nisur përgatitjet për sezonin turistik, i cili do të hapet zyrtarisht në fund të muajit maj. Fokusi kryesor është vënë tek shërbimet, e kryesisht pastërtia në zonat turistike të Tales dhe Shëngjinit. Gjatë një takimi me operatorët turistik, kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, tha se mbeturinat do të mblidhen sipas një orari të përcaktuar dhe nuk do të ketë kosha, duke paralajmëruar masa të ashpra ndërshkimore deri në ndjekje penale për ata që nuk do të zbatojnë rregullat e vendosura dhe shkaktojnë ndotje. Ne kemi krijuar ndërmarrje, kemi ndërtuar infrastrukturën e nevojshme. Kemi përcaktuar orarët për biznesin dhe për familjarët, koshat do hiqen komplet. Do marrin vetëm tipologji koshash për mbetje të riciklueshme, sigur ka gjithë bota, për arsye se nuk mundet as edhe një biznes i llojit biznes i vogël, as biznesi mesëm, as i madh të marrë gjithë mbeturinat dhe t'i hedh në koshat e mbeturinave. Në qoftë se nuk do ta bëjmë brisk këtë punë, kjo pastaj do na kthehet në një bumerang që në vend se me bëj ato që duhet, ne do bëjmë një gjë që do t'i vijmë kokë dhe do shkatërrojmë turizmin tonë. Administrata e para do të marrë vetë deklarimin kush punon në administratën e shtetit. Dhe nuk sillet mirë me mbetjet, do ketë problem. Ne do të shkojmë biznes në biznes. Kush biznes e bën rrugë dhe nuk merr vesh, do të fillojmë proces penal për ndotje për krime mjedisore. Nuk mund t'ja dalim dot me u marr me ta, pastaj mos thonë jo po pse ma bën. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, foli edhe për autostradën Milot-Ballldren, punimet e së cilës pritet të nisen së shpejti, si dhe për investimet e tjera infrastrukturore që janë realizuar edhe janë në proces, të cilat do t'i japin një qasje të re turizmit në rajonin e Lezhës. Shpalla e Milot-Ballldrenit është një ndër kapërcimet më fantastike që bëhen në kuptimin e asaj që ne e kemi tortur në turizmin, po edhe në jetën e përditshme në Lezhë. Nuk ka zgjidhje më kardinale për Lezhën se sa Milot-Ballldreni. Me Milot-Ballldrenin ne kemi arsye të krenohemi, të qetësohemi dhe të përgatitemi për një tjetër histori në zhvillimin e këtij vendi. Sot që flasim, janë 26 milion euro të dhëna nga KFV nëpërmjet qeverisë shqiptare për Lezhën. Numri vizitorëve dhe turistëve në plazhet e Shëngjinit dhe Tales në Lezhë ka ardhur gjithnjë në rritje gjatë viteve të fundit, fal zhvillimit që kanë marrë këtë zona dhe përmirësimit të shërbimeve dhe promovimit të vazhdueshëm brenda dhe jashtë vendit. Situatën me kujdes aty,